që të përballet dhe situata kërkon që të përballemi me revoltë fort për gjithë korrupsionin që ka ngritur në sistem. Pse do ikë Edi Rama? Kështu që do të jem pa diskutim. Pse do ikë Edi Rama që mblidhen aty 100 veta, janë 22 u mblodhen 5000 veta. Po pastaj? Tani unë nuk po them këtë, unë po them që ne duhet arrijmë të frymëzojmë të mbledhjem siç shiku kryeministrin në Bullgari që dolin gjithë qytetarët në shesh, apo siç ka ndodhur në Serbi që kryeministri iku, ju e dini. Po mirë, këto krahasimet me shtete që nuk ngjajnë fare me Shqipërinë nuk shkojnë zoti Saliani, se ju jeni dhe politolog dhe ju e dini çdo me thënë një protestë në Serbi dhe në Bullgari dhe një protestë në Shqipëri. S'ka lidhje fare. Unë këtë jam duke thënë që ne kemi të domosdoshme që të frymëzojmë njerëzit që protestat jenë masive. A jeni takuar me zotin Berisha këto ditë që pasi keni ndërmarrë? Kemi qenë dje në mbledhjen e kryesisë. Jo, a jeni takuar tet-a-tet e kam fjalën? Jo, nuk kam pasur. Pa ai tha nuk më ka takuar zoti Saliani siç më takoi Ilir Ali Mehmeti. Po pra, dhe unë po them të njëjtën gjë që kur të kem, po themi kur të jem në momentin që do të kem diçka për të diskutuar në raport me një dokument që do të kem, do të diskutoj ato në forume. Në këto momente nuk kemi pasur, po themi, arsye për të takuar. Pra ka qenë kryesia ku kemi diskutuar dhe kemi biseduar gjatë, 4 orë gjysmë dje. Po më përpara ju kishit bërë bisedë me zotin Berisha, ja kishit shpesh e ka thënë, të lutem se bisedat private domethënë në kuptimin që nuk kanë qenë publike, po e ka thënë vetë zoti Berisha, kemi qenë komunikim të vazhdueshëm, kam folur shpesh dhe kemi diskutuar shpesh për gjitha këto që edhe po i them tani. Ndërkohë, zoti Saliani, ju në këtë turin që keni ndërmarrë, keni bërë në Durrës dhe në Gjirokastër, deri në datën 22 do ta vazhdoni? Unë do të vazhdoj të bëj takime me demokratët në çdo moment, në çdo kohë. Kur e keni agjendën në takimin më të afërt? Do të bën që këtë javë, pra pasi të mbaroj, po themi, telefonatën edhe bisedën me ju, do të diskutoj për takimin që mund të jetë nesër ose pas nesër. Ku, në cilin qytet? Besoj në Elbasan. Në Elbasan. Aty e pas këtë fort aty në Elbasan. Çdo takim unë mendoj që takimi dhe me demokratë është i fortë për mua, se unë e vlerësoj kontributin e njerëzve që janë përballë. Zoti Saliani, ju e kishit të mirë në Durrës, po më të mirë në Gjirokastër dhe besoj tani kjo shtohet, besoj unë tani mund të jetë edhe u gabim. Takimi i Durrësit ishte jashtëzakonshëm dhe kishte njerëz jashtë, nuk është faji jon që nuk ka salla që ti nxjerrin, po themi, demokratët që arriti dhe kjo ditë që të mos i zën sallat njerëzve. Ju thoni dhe gjithë televizja bëni që largoni Edi Ramën. Po mirë zoti Saliani, si do largohet Edi Rama? Pse duhet largohet Edi Rama një herë? Ai ishte mandatin e 4, vazhdon nga bon, çaj duhet as si prish punë fare, nuk vjen vështirësi. Pikërisht për këto duhet largohet Edi Rama, për shkak se është mandatin e 4, për shkak se 40% e popullsisë është larguar Shqipëria, për shkak se ka rritje taksash, për shkak se ka varfëri, për shkak se ka korrupsion. Po pse ti ke vjen vështirësi nga ju fare? Po mirë, po flasim për arsyet, jo a jemi ne, a kemi pas ne mundësi që ta arrozojmë, se këtu tani kemi bërë gabimet që i kemi thënë, edhe këtu do jemi një ditë në studio dhe ti ripërsërisim gjitha, po që Edi Rama duhet larguar një orë më parë, për të mirën e Shqipërisë. Kjo është dëshirë, zoti Saliani, kjo nuk është kështu realitet. Kjo nuk është dëshirë, kjo është realitet objektiv, dhe objektivitet më të madh se sa të duash të largosh një kryeministër që është i zhytur kokë kam korrupsion dhe lidhje me krimin, unë nuk shoh, po ky është qëndrimi im. Si e vlerësoni ju dorëheqjen e zotit Gjekmarkaj? Nuk kam një qendrim publik për këtë, ka qenë një akt i jashtëm, ose po e u them shkurt sepse nuk du të hyj në emra, ja thash në fillim, po ju i dini vetë pyetjet. Unë e vlerësoj, po themi që është zotin Gjekmarkaj, unë e kam mik, është një prej personaliteteve më të rëndësishme që ka Partia Demokratike, intelektuale, është fitues si drejtues politik i qarkut Lezhës dhe ka mbajtur një qëndrim më shumë se sa dinjitos në këndvështrimin tim në mbledhjen e kryesisë. Kështu që kaq ditë të them për këtë rast. Pse duket edhe njëri i kthehem kësaj që pse duket sikur sepse zoti Noga thotë që zoti Saliani po bën gjithë punën e atë që kërkon Edi Rama. Edi Rama kërkon status quo dhe nuk, ju lutem, do më falni që nuk përgjigjem për asnjë emër sepse du ta mbaj tek parimet. E di që vëmendja do edhe publikut edhe juaja do që të jetë tek emrat. Unë për Edi Ramës kam marrë vetëm kosto
kam përfunduar në burg për shkak të urdhrit të Edi Ramës, dhe ndërkohë një gjë besoj që e kupton cili do qytetar. Ajo zë me thënë gjë zoti Saliani se edhe Fatosnano bëri 4 vjet burg e pastaj u përqafua me Berishën, ë? Po pra dhe mundi Berishën, kështu që në zgjedhjet kur apo doli bëri atë që bëri, se nuk ka rëndësi. Po jo, e mundi ai Berishën, po dhe Berisha pastaj 2005 e mundi atë, ë? Okej, doni përgjigje apo? Po dua përgjigje, po një çik shumë konkret se të gjithë këta që tha që kanë bërë një lëvizje fisin me emra. Po e mbaj me shumë vështirësi kaq gjatë, dakordsuam çdo ishte shumë më shkurt. Dhe jo me çdo emër të mundshëm, po ju jeni në drejtën tuaj prapë të bëni këtë, pavarësisht se jam kushtet edhe të nxitimit për shkak të agjendës, edhe po flas shkurt edhe në kushte të vështira teknike, po ju them që unë nuk besoj që ata që humbin përballë Edi Ramës janë më të mirë se sa unë që fitoj përballë Edi Ramës. Kjo është përgjigjja që kam. Tani për ta mbyllur se e kuptoj që edhe nga ana teknike këtu ke drejt dhe nuk kam çfarë të them. Po jam një gjë 10-15 minuta kemi gjysore po. Kur jo 10-15 minuta, jo lutem, than deri në 30. Tani e fundit fare, zoti Saliani, kur do ta quani ju fituese këtë lëvizje që keni ndërmarrë? Çfarë mendoni ju që lëvizja juaj po e arriti qëllimin? Kur të ripërtërihet Partia Demokratike dhe të bëhet e gatshme për të qenë fituese. Pra ky është qëllimi. Kur të arrim ti qëllimi, do ta themi, do besoj që ne do flasim prapë, do diskutojmë prapë apo jo. Jo, unë tani nuk do të lëra aty, do të them që më thuaj datën kur do jesh këtu në studio, se aty na makina e morën vesh tani. Do jem shumë shpejt edhe flasim për gjitha aty. Kështu që po me një premtim që do flasësh me emra, jo me kështu në prill do shikohemi. Edhe me emra, unë nuk është se kam asnjë problem për të folur me emra. Zoti Saliani, të falenderoj për intervistën në kushtet më të vështira që unë mund të kem marrë një intervistë në karrierën time prej 30 vjetësh. Prapë, kështu që të falenderoj shumë. Falenderoj shumë. Falenderit, ishim në intervistë me zotin Ervin Saliani, antari i kryesisë së Partisë Demokratike. Ne do kemi për ta mbyllur do kemi një publicitet dhe falenderojmë Institucionin Monetar Manigram Akim Invest që mbështet emisionin të kaloj këtu në Dritare TV. Bashkë mirupafshim. Për herë të parë në Shqipëri dhe Evropë, përmes aplikacionit të reja, zhvilluar nga Akinvest, mund të dërgoni para me MoneyGram në të gjithë botën, direkt në telefoni juaj. Dhe kjo do të kushtojë sa gjysmën e komisionit që do të paguanit nëse ju do të shkonit në çdo sportel. Mjafton të shkarkoni aplikacionin e reja për Android dhe iPhone, të regjistroheni si klient dhe menjëherë do të dërgoni para në të gjithë botën, me MoneyGram vetëm me gjysmën e komisionit. Bëj zgjedhjen e zgjuar, dërgo para me MoneyGram në aplikacion.